Presidenti francez Emmanuel Macron është përpikur të zhdramatizojë videon ku gruaja e tij Brigitte Macron e godet në fytyrë kur mbrin në Vietnam, pak para se ai të zbresë nga avioni presidencial të dielën në mbrëmje, gjë që ka shkaktuar reagime negative në media sociale pas fillimit të turneut të çiftit në Azinë Juglindore. Macron bën një hap prapa i habitur, pastaj mbledh veten dhe e përshëndet nga kamera në pistë. Ndërkohë Brigitte qëndron në një çast pas derës së avionit, duke shmangur shfaqjen me një herë para kamerave. Çifti i martuar që nga viti 2007 përfundimisht zbriti nga shkallët e avionit së bashku, me Brigitte që shmangte mbajtjen e dorës së Macron. Kur u pyet për incidentin, Emmanuel Macron u përpoq ta portretizonte si incident të pafajshëm midis bashkëshortëve. Ndoshta po bënim shaka, siç bëj shpesh me gruan time, dhe papritur mas kjo video u paraqit si një katastrofë globale, tha ai. Në këtë botë ku jetojmë nuk kemi kohë të merremi me gjëra të tilla, shtoi ai. Macron mohoi se kishte pasur ndonjë skenë familjare dhe foli për reagimet e egzageruara. E gjithë kjo është paksa absurde. Njerëzit po thonë shumë budallëqe, të gjithë duhet të relaksohen. Macron theksoi se kjo nuk është hera e parë që përmbajtja e videos në të cilën ai shfaqet është keq interpretuar, duke ju referuar skenave të mëparshme nga udhëtimi i tij me Friedrich Merz dhe Keir Starmer me tren për në Kiev, të cilat u komentuan gjithashtu gjërësisht në media.